Jemi përsëri bashk, lidhemi pak me doktorin, me doktor Angelinin. Doktor, ajo çfarë ne marrim pas një akti mirësie është falënderimi, po edhe mirënjohja. Shumë ndjesit bukura janë në fakt, por a ka ndodhur që ta keni ndjerë veten ndoshta jo fort të plotësuar në këtë, pra në sensin nuk kanë qenë aq mirënjohës sa duhet? Është kjo? Fatmirësisht në rastin tim konkret nuk e kam pasur atë eksperiencë dhe besoj që arsye pse nuk e kam pasur atë eksperiencë ka qenë sepse ato mirësi ose ndihma që kam bërë i kam bërë në vendet që janë shikuar si më të domosdoshme dhe nuk janë shikuar si një mënyrë për të përfituar nga ana ime, por me të vërtetë janë vlerësuar në bazë të aktit që kam bërë duke vlerësuar situatën e tyre. Për shembull, me qenë që jam mjek, pothuajse në shumicën e rasteve ndihma ime është në anën mjekësore, për arsye shëndetësore, por ka edhe raste që nuk kanë qenë të lidhura direkt me anën shëndetësore. Për shembull, kam një rast në Durrës, një në Shkodër që zonjës ju duhesh një sasi e madhe parash për të bërë një skener të burrit që kishte me një smundje kritike. Dhe pothuajse surprise, unë me shokët e mi këtu i japëm të mundur të vlerën, ja quam dhe ajo ishte një surprizë e papritur nga ana e saj, por që akoma sot të kësaj dite për çdo festë, në çdo rast më shkruhen mesazhe nga më të ndryshme që të bajnë të mirësh me të vërtetë i kompletuar dhe të shtyn që të bësh veprime të tilla në raste të ngjashme. Po ashtu, siç e thashë më përpara, mirësia nuk duhet të jetë vetëm e një anshme, nuk duhet të jetë vetëm e një fushë. Mirësia nuk duhet të jetë vetëm të shikohet nga ana materiale, sepse nganjëherë mund të veprojë në anën negative, siç them, mund të bëjnë tjetrin më demel ose mund të ulë iniciativën e tjetrit kur pret shumë nga tjetri, sepse s'ka pse të ose mund të arrijë në konkluzionin që po hajtë se ka ky ose ka kokë. Unë nuk e kam pas atë rast. Rastin e fundit, për shembull, që ishte nuk jo jashtë profesionit tim jashtë tegës mjekësisë, po unë të them të nuk jam as tornitor as mekanik, po kishte një rast konkret që një i paralizuar kishte një karrocë shumë të prishur, të vjetër, po nuk gjeja një të re që ta zëvendësoja. Edhe e vetmja mënyrë ishte që të kontaktoja një tornitor dhe ta rigjeneroja, të cilin unë e bëra për 2 ditë. Dhe falënderimet ishin nga më të mëdha. Këto të bajnë që të ndihesh mirë, por edhe të shikosh për mundësi të tjera, për raste të tjera që kanë nevojë që me pak harxhim kohët ndikojnë shumë në jetën e atij tjetrit. Pra ndryshimi dhe benefiti që merr ai. Doktor, ju teksa tregoni histori konkrete ju dridhet zëri. Edhe e kuptoj që ju emocionoheni dhe lidheni emocionalisht edhe me ngjarjet, edhe me situatat, edhe me personazhet për të cilët ju i vini në ndihmë. Kjo është... Nëse një person nuk është i përfshirë në situatën e atij tjetrit, pra siç themi në shqip të vesh veten në këmbët e tjetrit, asnjëherë nuk do arrish që të plotësosh një nevojë domosdoshme që personi ka. Pra, ju keni shumë drejt, ndoshta i çik e përjetoj më shumë se sa mundet, po ja, ky është tipi dhe... Unë i admiroj njerëzit që kanë emocione dhe i tregojnë emocionet. Kam një vujtjen e atij tjetër dhe nga që kjo më bën që të vazhdoj, jo të vazhdoj, të mos ndalem asnjëherë, aq sa ka mundësi dhe gjithmonë duke zgjedhur ato rastet më të domosdoshme që ka nevojë për ju. Po, me ju si janë sjell, doktor, kur keni shkuar të paktën pas në Amerikë, besoj që nuk mund të ketë qenë një situatë, siç po tregonte edhe pastori në fillim, si gjithmonë në një vend të huaj, në një vend të madh. Me ju si janë sjell, ka pasur ndonjë moment në jetë që ju kanë qëndruar njerëzit përballë jush të mirë ose edhe kundërta?
Në përgjithësi, shiko, po u sjellë mirë me njerëzit sjellën mirë me ty. Po që je korrekt, ato janë korrekt. Po kërko vendimin, aq sa kanë mundësi ta japin vendimin. Vështirësitë më të mëdha për çdo njeri që lën vendin e tij janë vujtja psikologjike, emocionale dhe vështirësia për t'u adaptuar në një vend të huaj. Por neve ka qenë shumë e vështirë sepse dihet ne u rritëm në një sistem shumë të izoluar dhe vështirësia më e madhe është komunikimi. Komunikimi që është baza e jetës, baza e një socializimi, tek ne mungonte, sepse nuk gjuha e huaj ishte shumë e cunuar, shumë e limituar në Shqipëri. Ishte rusisht që mësonim rusisht pas një libër në gjuhën ruse. Pra e pa vlera në vend që të mësojmë në anglisht. Kështu që vështirësitë e fillimit janë shumë të mëdha. Të parë më zemënjueshme për ato që nuk i kanë kaluar, por jo të pakapërcyeshme. Çdo njeri ka aftësi që t'i kapërcejë vështirësitë dhe t'i vë objektiva vetes. Dhe po i kur objektiv vetes, domosdoshmërisht duhet ta arrish te objektivi jot. Do vazhdojmë pak bisedën këtu edhe me Sonën, e cila pak më herët tregoi pak nga historia e saj dhe lidhjen që ka krijuar tani më dhe me zonjat e moshuara të shtëpisë të moshuarve. Ti vazhdon të kesh komunikim me to, ke vijuar kontaktin. Çfarë ndjejnë ato kur ti i thret, kur ti i telefonon, kur ti shkon i takon? Pra, për të kuptuar ne nga ana tjetër se çfarë efekti ka thjesht dy fjalë, ose ti je ai veshi që i dëgjon, ose i bën për të qeshur, ose i tregon diçka që është e moshës tënde dhe e kohëve të sotme. Knaqen që mbasi kur shkoj për herë janë duke duar trokitur. Kur më presin, knaqen, më thonë çka ke veshur, ku do shkosh, ku ke qenë. Kanë qef për botën jashtë, edhe s'kan fuqi dalin, edhe s'kan mundësi. Po vetëm kaq, nuk është se kërkojnë ndonjë gjë më tepër, gjë materiale jo, po vetëm kaq. Bësh muhabet me to, ti tregosh se ç'a ndodh jashtë dhe kaq. Emocionalisht, shpirtërisht, i kënaqen. Ndër të tjera, ti dhe në rrjetet e tua sociale e konsideron veten atë dhe dashse, është kështu? Atë dhe dashse, po. Pse nuk pëlqen termi influencer? Po sikur është bërë pak apo këto kohë të fundit kuptimi, po, dhe qëllimi im ka qenë gjithmonë që të flas për Shqipërinë, për vendet e bukura të Shqipërisë, për vlerat e Shqipërisë, për zakonet e Shqipërisë, kështu që më mirë them atë dhe dashës, Dhe kur them atë dhe dashës, nuk them vetëm për vendin, vetëm për tokën, po edhe për njerëzit mbi të gjitha, se këtu në Shqipëri, siç po e thoshte edhe Agita në fillim, që mbizëron kjo ideja që nuk ka njerëz mirë, dhe unë them gjithmonë dhe kam diskutuar edhe më parë këtë që duhet të kthehemi pak nga vetja, se dakord fëmijëria, po mendoj që kur jemi të rritur, kemi pak përgjegjësi vetë për vlerat që kemi në jetë, një ndërto është edhe mirësia, dhe në vend që themi nuk ka njerëz të mirë sot, po të kthehemi dhe të pyesim veten pak puna, jam njëri i mirë, në vend që themi nuk do kush sot të pyesim pak puna, ai dua të tjerët, ai dua njerëzit përreth vetes, dhe nëse përgjigjja është po, atëherë do thotë që ka njerëz të mirë, sepse je ti. Nëse përgjigjja është jo, atëherë ka diçka për të ndryshuar, sepse mirësia nuk është diçka që ti bër diçka dhe ti je njeri i mirë për gjithë jetën. Mirësia është një vlerë, besoj se gjithë vlerat e tjera që gjithë jetën ti do të bësh gjëra, po, që ta fitosh, ta zotrosh si vlerë, por që edhe ta përcjellësh tek të tjerët. Kështu që besoj se mesazhi sot për mua do ishte që gjithë secili në fund ditës ta pyesi veten sot, a jam njeri i mirë? Dhe meqense u ndale tek vlerat e shqiptarit, të cilat ti pëlqen ti evidentosh, ti fleksosh, ti ngresh lart, ndër vlerat tona, klasifikohet edhe kjo që jemi krah njëri tjetrit? Patjetër, në përditshmëri, sidomos tek njerëzit e thjeshtë, në përfshatra, mbizotëron. Tek njerëzit që kanë më pak, ata din t'japin më shumë. Unë u thoj shumë për Shqipëri, kam qenë dhe në fshatra të thella. Patjetër ajo që na karakterizon gjithmonë është mikpritja, po bët fjalë isha para 2 javësh isha në Martanesh, një zonë shumë thellë që nuk ka as rrugë, madje edhe dritat para 2 vitesh mora vesh që ishin vendosur, edhe na ka dalë një zotëri, na nxorri shishe me kos, me dhall, dhe madje ishte i mërzit pse s'm keni lajmëruar më herët se unë kisha kosin e ngrohtë, ta kisha ftohtë, ta kisha ftohtë për juve, dhe ishim, mund të them, 60 veta.
60 veta gjithë kaluam tek shtëpia e tij, edhe që gjithëve na ka qeras, ma të donim edhe ti jepni një lek për qef, jo për ta paguar, po thjesht me qenë se ishe moshë e madhe, siç e kemi zakon në shqiptar pije një kafe nga ana ime. Nuk i ka pranuar asnjëherë dhe madje merrte si ofendim që mos më jepni lek se unë ju prita me zemër, po, patjetër. Kështu që mikpritja, nëse mund ta lidhim me mirësinë patjetër, po. Po bëri një ndarje, edhe më bëri, po themi përshtypje dhe dua ta nënvizoj. Ata që kanë më pak, japin më shumë. Pra ti ke vënë re këtë gjë që edhe në këto fshatra, në zonat e thella, këto familje që mund të kenë shumë pak edhe ushqim mundësisht, përveç se para, janë krah hapur për t'i mirëpritur miqtë edhe për t'i dhënë diçka nga të mirëpresin, të fusin në shtëpi, çfarë duash, të hash, të pish kafe. Po. Nuk kanë frikë si këto frikrat moderne. Po, të qytetit, të jetës mondane. Është ai se i fole çfarë. Ja, ata të knaqen sidomos në zonat e thella kanë qejf kur ju shkon dikush, po ka qenë gjithmonë një minjore edhe tek të huaj kur vin ajo mikpritja ju bën përshtypje. Sigurisht, po të shkojnë 60 vetë domethënë në një shtëpi dhe ti thua, kush është ky, çfarë do në shtëpinë time, etj. Jo. Nuk e shumë qëndrim pozitiv. Është realisht shumë qëndrim pozitiv edhe është e çmuar si cilësi Kam dhe qenë si si shpërndaj, se si të thash në fillim që sikur mbizotrojnë lajme negative dhe unë përpiqem që ta shfrytëzoj të paktën atë hapësirë që kam që të nxjerr këto raste, këto njerëz. Pastor, jemi në fund të programit. Nëse ju do të doni të ndanit, po themi një këshill, 2, 3, sa të doni ju, por një përmbledhje, po themi të asaj çfarë njeriu duhet të bëj për të ndjerë më mirë dhe për të falur mirësi, si një vlerë, po themi që është kënaqësi në vetvete. Pra ta kuptoj, të ndërgjegjësohet që nuk është humbje në fakt. Se është edhe si krahasimi pastaj edhe me krenarinë dhe me egon që ju e përmendët më herët. Të gjitha janë një mix. Ne duhet ta kthejmë mirësi në trend në Shqipëri. Se çfarë trendi kemi ne tani? Po fatkeqësisht kemi trendin e një fasade vanitoze, pra kotësi e kotësive, që lidhet me sendet dhe objektet, dhe sa ndjekës kam, sa klikime kam në videot e mia, sa like e marr unë, kjo është një pjesë. Ku i bëj pushime, sepse tash do filloj ideja paradave të pushimeve. Keni parasysh çantat e këto historitë e verës. Po, vendi pushimeve. Ku i bëjmë pushime të gjithë to. Tregoni sa më pak nga ajo pjesë që mund t'i largojë në vend që t'i afrojë njerëzit e kjo. Dhe të tregojmë çfarë? Dhe duhet të regohet pjesa tjetër. Sa më tepër, mirësi. Njeriu duhet parë, si shto dhe Kanti, filozofi famshëm gjerman, si qëllimi fundëm. Pra jo si objekt, as si send, fatkeqësisht ne kemi zëvendësuar vlerat, objektet, i kemi zëvendësuar me njerëzit, pra njerëzit kanë marrë trajtën e objekteve edhe të mjeteve për të mbritur tek qëllimet tona. Në fakt njeriu duhet parë si qëllim. Edhe sa më shumë bëjmë të mirën dhe shkojmë tek e mira, aq më pranë Zotit jemi. Nuk kemi më larg këtij. Ndaj çdo ditë është një sfidë për të bërë të mirën, edhe një sfidë për të parë tek një pasqyrë së mirës. Pra mos e thyeni pasqyrën e së mirës ku shihni ose ku duhet shihni, sepse vetëm atje do të shihni se sa të bukur apo sa të shëmtuar jemi. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit doktor që ishit me ne. Faleminderit. Se nga Amerika ju morëm kaq shumë kohë, ju falenderoj shumë. Ska gjë, faleminderit ditën e mirë. T'jeni mirë dhe mirënjohje, respekt shumë për punën që bëni. Ju përshëndes. Takojmë nesër në Shi Shtëpia.